Finalja e Big Brother gjithmonë është një përballje karakteresh, jo thjesht një garë populariteti. Kur në finale janë emra si Miri, Rogerti, Selina dhe Mateo, secili prej tyre përfaqëson një stil të ndryshëm loje dhe një mënyrë të veçantë për të arritur deri aty. Miri mund të shihet si një lojtar i fortë në aspektin e pranisë dhe ndikimit në shtëpi. Ai mund të ketë qenë më aktiv në debate, më i dukshëm në situata tensioni dhe shpesh në qendër të vëmendjes. Kjo e bën një konkurrent të fortë, sepse në reality show dukshmëria ka shumë peshë. Megjithatë, forca e tij mund të jetë edhe pika e tij e dobët, nëse publiku e sheh si të tepruar apo konfliktual. Rogerti, nga ana tjetër, mund të përfaqësojë një lojë më strategjike. Ai mund të ketë ditur të lëvizë me kujdes, të zgjidhë momentet kur të flasë dhe kur të qëndrojë në hije. Lojtarë të tillë shpesh arrin lart sepse shmangin konfliktet e panevojshme dhe ruajnë një imazh më të qëndrueshëm. Por ndonjëherë kjo strategji mund të perceptohet si mungesë spontaneiteti apo sinqeriteti. Selina mund të ketë sjellë një dimension emocional në lojë. Ajo mund të jetë lidhur më shumë me banorët, të ketë ndarë histori personale dhe të ketë krijuar një lidhje të fortë me publikun përmes ndjeshmërisë së saj. Ky është një avantazh i madh sepse publiku shpesh voton me zemër. Por emocionaliteti i lartë ndonjëherë mund të shihet si dobësi në një lojë kaq të fortë. Ndërsa Mateo përfaqëson një tjetër lloj force, atë të qetësisë, respektit dhe qëndrueshmërisë. Ai nuk ka pasur nevojë për zhurmë për të rënë në sy. Nuk ka përdorur ofendime, nuk është përfshirë në konflikte të panevojshme dhe ka treguar një inteligjencë emocionale të lartë. Ai ka ditur të qëndrojë i balancuar, të krijojë marrëdhënie të sinqerta dhe të mbetet vetvetja nga fillimi deri në fund. Fakti që u dashurua brenda shtëpisë e ka bërë edhe më të afërt me publikun, duke treguar një anë të ndjerë dhe njerëzore. Kur pyetja është kush është banori më i fortë, përgjigjja varet nga këndvështrimi. Forca mund të jetë zëri i lartë, strategjia e fshehtë, ndjeshmëria emocionale apo qetësia e qëndrueshme. Por kur bëhet fjalë për fituesin, shpesh triumfon ai që arrin të balancojë të gjitha këto elemente dhe që krijon një lidhje të pastër me publikun. Në këtë rast, Mateo duket si kandidati më i plot për fitore. Jo sepse ka qenë më i zhurmshëm, por sepse ka qenë më i qëndrueshëm. Jo sepse ka dominuar me konflikt, por sepse ka fituar me karakter. Fitoria e tij do të ishte një mesazh i qartë, se në një botë ku shpesh vëmendja fitohet me dramë, mund të fitosh edhe me qetësi, respekt dhe autenticitet. Dhe ndoshta pikërisht kjo është forca më e madhe nga të gjitha.